Plagosi me armë, 3 persona dënohet me 33 vite burg shqiptari në Athinë. Nardi Drizi nga Kreta në dhjetor të vitit 2023 në Gazi Athinë. Ky akt i dhunshëm ka tronditur opinionin publik pasi autori ka hapur zjarr ndaj viktimave duke e synuar drejt për drejt në kokë dhe e qelluar pas shpine. Më pas ai ka shpërthyer një debat të rënd për shkak të një keq kuptimi të parëndësishëm. Gjykata e Uris përzier në Athinë ka vendosur që Drizi të vuajë një dënim total prej 32 vitesh burg, nga të cilat 20 vjet duhet i kalojë në burg, duke konsideruar sulmin si një krim të rënd ndaj shëndetit dhe jetës së njerëzve. 2 vëllezër nga Kreta dhe shoku i tyre kishin ardhur në Athinë për të festuar një festë beqarie, kur pas një përleshje verbale me pasagerët e një foristrade, një nga ata hapi zjarr ndaj viktimave duke i plagosur rënd. Fatmirësisht, 3 të rinj të arritën të shpëtonin, por dëmet e pësuara mund të kishin qenë edhe më të rënda. Nardi Drizi, njohur gjithashtu me emrin Fatbardhi Drizi, ka një të kaluar kriminale të rënd. Ai është arrestuar dhe dënuar më herët për disa krime të rënda, përfshirë vrasje të mbetura në tentativë, vjedhje me armë zjarri dhe mbajtje të palishme të armëve luftarake. Në vitin 2022 ai përfitoi ulje të dënimit në burgun e Fierit pas hetimeve për shpërdorim detyre.